Lidhur me vakancat në sistemin e prokurorisë, një shqetësim tjetër që është përmendur shumë herë dhe një detyrim gjithashtu kushtetues dhe ligjor i Këshillit, ka qenë një tjetër sfidë madhore për shkak të efektit dhe pasojave të procesit të rivlerësimit kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve. Apo dhe për shkak të daljes në pension pleqërie, për shkak të dorëheqjeve apo mungesave të përkohshme, Këshilli ka marrë masa në mënyrë që të garantojë funksionalitetin e institucioneve dhe kjo ka qenë sfida, garantimi i përmbushja e detyrimeve kushtetuese dhe ligjore nga njëra anë dhe ruajtja e funksionalitetit nga ana tjetër. Për vitin 2024, numri i prokurorëve në detyrë ka qenë 218 nga 341 që parashikohet të jenë në sistem, ndërkohë që aktualisht kemi 284 prokurorë, kemi 57 vakanca 57 vakanca të përhershme dhe 39 vakanca të përkohshme. Më lejoni t'ju theksoj që 57 vakanca të përhershme planifikohet që të mbyllet në arkun kohor të 2 viteve e gjysmë pasi të emërohen magjistratët prokurorë nga shkolla e magjistraturës vitin që vjen dhe 2 vitet në vijim. Do t'jenë rreth 59 të tillë. Ndërkohë që numri tjetër 39 që janë vakanca të përhershme sepse janë prokurorë të cilët janë duke u shqyrtuar në kolegjin e pavarur të kualifikimit, pra në shkallën e 2 të apelit. Për këta do të bëhet një lloj llogaritje në vijim për të parë cili do jetë trendi dhe përcaktimi i vakancave për vitin aktual për ata që do të hyjnë në shkollën e magjistraturës.